A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Vazhdojmë me dersin Shifa i Sherif. Allahu Teala e boft sebeb për shifa këtë kitab, për shërim, qof material, qof shpirtnor. Inshallah ngjojmë me vëmendje këto derse, se për fillim deri në fund ky kitab është i shkruar për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Ajo e bonte ky kitab të dallohet për kitabeve tjera. Do me thënë, këtu më nuk ka si preshet namazi, këtu s'ka si preshet agjerimi, këtu s'ka zeqat, këtu ka për fillim deri në fund Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mirë, dersin e fundit e mbarum tamam ati ku desht, do me thanë me betimet. Allahu Teala betohet e në masa saj përmend diçka shumë të vlefshme që folte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash fillon një nën titull tjetër, një kapitull tjetër themi, që ka të bëjë me shprehjet shumë të buta dhe përgdhelse që i ka përdor Allahu Dhul Gjelal në Kur'ani Kerimin për Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Fillojmë tash. Allahu Ta'ala ka thënë, Surja Taha, ajeti i parë dhe i dytë, esta'idhu billah, bismillah, Taha, ma enzelna alejke l'Qur'ane, li teshka. Pra vinni ajet që nuk mund t'ja dim kuptimin në lexim të parë, i thushim këtyne huruful muqatta'a. Taha. Ma enzelna, ne nuk e kemi zdrip alejke mbi tyje, el Kur'ane, që këtë Kur'an, li teshka që të dhvije vështirë. A kuptum diçka xhamat? Kur zonë nuk kuptum. E fjalë për fjalë e kështu e kuptojmë se shqip dim. Mirë, po çka është poenta nga ky ajet? Tash inshallah do ta lexojmë. Disa dietar kanë thënë se Taha është një nga emrat e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Që thamë apo para disa derseve, bi hurmeti Taha dhe Yasin, hoxhallarët kur e bëjnë duan e hatmes, thujnë o Zot na e prano këtë hatri Tahas dhe Yasinit. Edhe unë edhe ju besoj se na ka shku ndërmend surja Yasin edhe Taha, mirë po nuk ishte ashtu. Edhe Yasin ishte një prej emrave të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe Tahaja qenë ka sipas do dietarëve një nga emrat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kam dëgjuar në mesin ton ka emra Taha. Waqila, një mendim tjetër thot se është një nga emrat e Allahut xhelle xhelaluhu Taha. Një mana tjetër është se, si me thanë, o njeri, o burë, dhe një kuptim tjetër është qatë që e përmenda si mendimi i parë, huruful muqatta, shkronja të ndërprera. Imam Vasitiu, një nga myfesirët e mdhej, ka thënë kështu, Allahu Ta'ala nga ky ajet, Taha, e ka për qëllim si me thënë kështu, ja tahiru, ja hadi, o ti njeri i pastër dhe o ti njeri që ju udhëzon tjerët në rrugë të drejtë. Shkronjat e para, ja tahir, nëse ka dënjën i piktamin tahir, i ven njeri i pastër. Hadi, nëse ka dënjën i emin hadi, tadi e kuptimin e vetë. Tash sot, më thomë prapë këtë fjalë nuk du ta përdori, për fat keq apo modë, djemë të ri, të vajë mbare pi emnave, kur ja vëndon Allah, familja, një nga emnat e Allahut ose pejgamberit. Për shembull, sot një fëmijë provë vinja emnin Abdul Hadi, që neve e kemi këtë emën mesin tonë, Abdul Hadi që i themi, vallai hinder tokë në shkollë kur të shkoj. E në dritë di anxhesin i lagab vitit, mu të më therni dili. Huati. Apo, Abdul Hadi është 100 herë ma bukur se sa të thirin me ndonjë lagab. Sidomos me emrin dhe vije, në këtë kitab dhe vije, me emrin Muhammed, duhet me pas shumë kujdes. Sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Shu lagab, e si kemi neve qif, muki, meti, me, kande, kënde, mas të qitapi inshallah, dhe i lam këtë të punte pahishme. Do me thanë, sikur veç shkronjat e para të këtyne emrave, Tahir, Hadi, to si e si janë nga emrat e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Një mendim tjetër që e sjell Imam Vasitiu është se fjala Taha është në formën urdhërore arabisht, si me thanë kështu, Ta-ha,
Ta arabisht do të thot urdhër, shqip t'ingron se ta në laftë kesh jo ashtu, arabisht ta me hemze në fund edhe sukun, se urdhëroret përfundojnë me sukun në fund, ta do thot shkel, ta, ha që këtë shkele, do me thanë femrore tokën, shkele tokën, hajde tash, hoxho, prandaj them me përkthim Kur'ani nuk kuptohet, gjuhët tjera Kur'ani nuk kuptohet, pa tefsir Kur'ani nuk kuptohet. Ja tash Imam Vasiti u gjithë të mendime di jape këtu, neve drejt për internet edhe libra mo nuk blim. Drejt për Google, kuptimi i ajetit 12 surja Bekara. Allah, sa kollaj. Nuk ban kështu xhamat, tamam. Një njeri që çat shkollaj i flet shu ajetet Bakara 12, Nisa 75, ta dini se është xahil. Nuk e ka të qartë, nuk është në vetdije se me sa diçka të shenjtë, me çfarë ajetesh të shenjta, o tu vepruan e ndoshta manipulon njerëz tjerë, Allahu na ruaj. Mirë. E pse Allahu Teala urdhëron shkel në tokë? Pse i thot kështu? Pejgamberit alayhi salatu wassalam thot Imam Vasitiu, taha, do me thanë, dhe aty ma pa zgjatet ajo, ato që e din të gjvidin, e din këtë regull, se kur vend hemzeja me sukun, mund të edhe të bësh ta, për edhe mund të zgjatish ta, tamam. Ne themi gjelle shanuhu, apo? Allahu gjelle shanuhu. Do shkojsh ka Siria, ka Arabia, dhe kush mund të bëjë gjelle shanuhu, dhe me ndërsh se ka zanë lemza, nuk, dhe kush e lezon me sukunat, hemzen shanuhu, dhe kush e lezon shanuhu. Mund të themi edhe ta, mund të themi edhe ta, njëtë është, tamam. Ama shqip jo, arabisht, tamam. E pse i ka thënë Allahu Teala kështu? Taha ma anzalna alejke al-Qur'an li tashqa. Thënë taha, shkele atë tokë, se nuk e kemi zbrit këtë Kur'an mbi ty që të vijë vështirë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam i jepte shumë zort vetes në namaz të natës. Domethënë nuk ngiheshte me të falmen e tehegjudit. Edhe pse është njeri dhe ka ki trupi ka do kufi, apo mbas disa orëve lodhet. Nëse u ka ndodhur në juve, sidomos nëse keni shku, ndonjë xhami që e falin teravin me hatme. Ka reqati ditë tret fillon midis siç atë kanë e gjatë të drënohet, se neve nuk jemi mësuar ças gjatë të rim në kam. Edhe unë ndjej dënjerat nevoj, duhet pak me ngretat kam, peshën me adhan kamës tjetër. Edhe pejgamberi alayhis salam se kanë ditë shumë gjatë në kam, ndonjëherë kanë ngrejt pak një kam që ta lanë peshën te kama tjetër që ashtu t'i pushoje nga pak kamët. Allahu Teala i thot shkele tokën e ne mos jep çfarë zort. Tamam. Neve ty nuk ta kemi dërgu këtë Kur'an për me i dhënë vështirësi vetes. Fal tehegjud, një 8 rekat edhe çat. Prandaj edhe neve, a nëse kje takat ma shumë, mbaje qiratin ma gjatë, mirë po, kur e shohim se fillon më edhe trupi të pësoj e diçka, nuk o mirë me i dhanë zort. Hoxha jemi dashur, kur ka shku në haqë ose në umre, aty, ato që e kam përjetu e din, do shta, njeri ka ma shumë fuqi, edhe ma shumë vullnet për të bëj ibadet. E në alis logika së në takap, gjithat në dzeft, gjithë ky plak, 7 kruka dhe e boje, gjithë këtë qabe, gjithë ato tavafe do t'i bëje, edhe nuk do t'i bjere të fejkët. Interesant. A këtu në Tetov, ndoshta deri në xhami hec, çdo 10 hapa ndalet, së mbushet me frym. Atje 7 herë bën tavaf qaben. Allahu Teala jep edhe fuqi materiale atje. Hoxha më ka shfrytzuar këtë rast, hajde të fale me hatme namaznate. Sa të mbrije, për 2 rekat, inshallah ta bëje hatme kit Kur'anin. Kur ka mbrit ka faqja 300, ma komplet jazan midisi, dhe që aty më ka shkun ruku seshde dhe ka dhanë ma pa selam, sën ka duru. Ama 300 faqe gjëmat, 300 faqe, më thomja 4-5 saat ma era shkojnë. Pak ma shpejt me lezon, do shta e në pak ma shkurt mund t'i bish. Varsisht nëse e hafës, si hoxha jem, mund t'i bish pak ma shpejt. Mirë. Qashtu edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka dhanë zort dhe ma pa pse mbështet vetëm në një kam, Allahu Teala ja zbret këtë ajet. Dhe thot Qadi Iyadi, kuptohet se me këto shprehje sa e don Allahu xhelle xhelaluhu të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Një ajet tjetër, prap ku me dëmshuri
dhe me përgdhelje i drejtohet Allahu të dashurit të tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu Teala thot, Surja Kehf, ajeti numër 6, besoj se shumica të lexojmë këtë ditëve të Xumaja. Estaizu billah, bismillah. Fal'allaka, ndoshta ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bahi'un nafsaka, bahi'un do thot qatilun, je duke mbyt veten tënde ala atharihim, tuhet mbas çektyne mushrikve, in lem yu'minu bi hadha al-hadithi, nëse helbet nuk i besojnë që këtyne fjalëve të Kur'anit apo haditheve tuja. Pse je tu e mbyt veten? Esefa do me thënë nga nervoza, nga hidhërimi apo nga pikëllimi. Se pejgamberi ka qenë njeri, edhe njeri e ka ndjenjën edhe të nervozës, pse besëm kupton ki, abe kia e don të majrën e vete, atë keqen e vete, kia e don të hien xhenem, atë gjio puna. Do njerë nervozohesh, ma pa të kapë edhe pak, ajo mëshira e në piklohesh, e do digjet në xhenem të përjetshëm. Kujtja ka mbajt gajlen pejgamberi alayhis salam? Mushrikve, subhanallah. Dhe neve o xhallarët, kur i lexojmë që këto ajete, pak na bëhet neve një farloj, thujemi një ngushëllimi, ashtu ato piklimet mo themi se dhe egzagjerojmë, a gjuna me egzagjeru, ama sa do ku dojnë neve be pak na pengojnë do gjaja që i shofim mesin tonë. Edhe doshta jo ta natën, ama një gjysore të natës e ha veten, pse be ki filani këshu vepron, pse ai qetri nuk fal namaz, Allah e kitë majrat ja ka dhënë, pse kjo nuk e ve shamin e këshu me radhë, se kemi familje, antar, të afërm, dhe është një dalim shumë i madh xhamat. Pejgamberi alayhis salam për mushrikët ka qajt dhe është pikëllu, neve për muslimanët. Që këtë se ne kuptoj. Kjo veç vaktin tonë, kjo. Pejgamberi alayhis salam për asnjë musliman nuk i kanë ndjetë që këto ndjenjat. Pse s'fal namaz be ki musliman? S'ka pas. Sahabët thunë neve, munafik e kemi konsideru një njeri që s'fal namaz. S'ka shansa, e ne thuish besoj e ne më falish namaz. Kjo boron nga sinceriteti i madh i atyne. Tash më shko ti thush vllai gjis fal namaz ta je munafik, se nuk është mirë. Po ashtu në surën Ash-Shu'ara ajeti numër 3, po thuaj fjalët e njëjta kalojnë, la'allaka bahi'un nafsaka, ndoshta ti je tu e shkatru veten, ella yakunu mu'minin, se nuk janë të bë këto njerëz besimtarë. Në shumë vende në Kur'an kalon se hidajeti nuk është në dorën tënde, hidajeti është Allahu xhella xhelalu. Këtë do ai e udhëzon. Që nëse duam neve, thot Allahu, nunezilu alehim min as-samai ayatan, nga qielli do lëshojmë do një ajet, do një mrekulli që fe dhallet a'naquhum, qafët e atyne me njerë do shëndrohen leha në atë mrekulli, khadi'ine të nështruar. Këtu nga qafët e ka për qëllim liderët dhe kryetarët e mushrikëve. Qafa pse simbolizon kokën dhe pjesën më të lartë të trupit, edhe këto krerët e mushrikëve janë bajt diçka, Allahu Teala thot, me një mrekulli, nga qielli lishoj diçka, me njerë bojnë musliman. Mirë po hikmeti Allahut nuk do në ashtu. Ta shofim ilmin ezeli, në caktimin pa fillim, dhe atë caktim neve tash në e bon nasip ta jetojmë, që kur dalim botën tjetër, mos kemi argument i thujmë Zotit, ja Rabi, pse pa na prun këtë dinja, më shtin e mua në xhenem? A faktikisht hala pa na e kriju trupat, neve me shpirt, që këto kundërsime ja bonëm Allahut. Po shqyra Allahut pak të në iman nuk ja bon. Me shpirt i kemi thënë Allahut, pejgamberit tanë di besojmë, ty e dhe të besojmë, ja Rabi. Ja Rabi, hatri ati premtimi që ta kemi dhënë, ja Rabi, na shpëtojmë për këto kundërshtimet e vogla, se nuk i qujmë që këto kundërshtime kur gjo, ha se më hiki sot sabaj në kaza, s'prej shpun nesër dhe e fali. Ha se më hiki një shajt me nga goja, s'ka lidhje me gjuna i vogël. E këti i folja në bashkëpine, atë ma boje halal. Për nuk ishte në regull këshu. Allahu Teala pse e ka ditë qysh në fillim, pa fillimit, për neve fillim, të Allahu s'ka fillim, neve që këshu kemi qenë, edhe tash në e bon nasip të jetojmë që këto. Prapa tonën dhe e vujmë, apo me atë tonën do të shpërblehemi. Mirë, po prap veprat i kryon Allahu Gjelle Gjelalu, kjo është akidja jonë. Prap një ajet tjetër ku Allahu Teala me butësi i afrohet pejgamberit, shife me butësi, fasda bima tu'mer, plasua kokën atyne me gjë që i urdhruar. Ja sa butësi, plasva be kokën, abe më të t'interesoje, fol ti, fol e hakun, unë e të rimbas.
Kjo butësi. Na kujtojmë pa kur mbajshim mama ngupt muhallës. E mishim dë një ma të vogël, i thushim shkon ngucë e qatë, ma pa nëse duhet ne në ndërhym, apo? Që? Pjas jaftajrë, në mes të këfirullah. Si i thosht aj, babi ka qafa, apo? Ka qafa, babi, se ajo është mbas aty. Ma pa më duket policia e ka marrë. E jo në atë aspekt, se kjo është nga punë të shejtanit, Allahu Teala i thot pejgamberit, fesda, plasva, bomba bajat, gjithë ditë urdhëroj në tauhid, gjithë ditë urdhëroj për namaz. Edhe ne hoxhallarët u deshta kemi këtë lukë sa më të shef. Nuk e kemi atë vetbesim. Nuk e kemi atë vetbesim. Se e dim, neve nuk jemi si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai e ka pas shpinën, po se po shumë të fort, po i njëjti Allah edhe neve mund të na ndihmoje, mirë po ndërgjegja jon nuk është as e pastër. Unë kur flas ndërsa dënjere zet hoxhën e zë ajo ndjenja, apo don ka dënjer xhamatit. Kurse ne muslimanët më të mirë, po ma kujton Allah që këtu një gabi mund që e bëj për ditë ndoshta në shtëpi, me djalin, me gruan, me nanën, me talebet, me njerë ma parik fers. Pim bërzinën e pes, kur e shefni me të parën, folen hola. Gjipatve, patë se lëvizin këtu do mendime. Ja, neve nuk e kemi atë që të va plasim rënjërat, apo, së më va bëjmë bajat juve. Warid anil mushrikin dhe largon nga mushrikët, do me thënë, leni mo, mos e plas veten, mos jep qatë zort, fundi këtu e keni Ebu Bekër, një Omer që të duan këto duan ty të shofin me fytyrë të buzëqeshur, ma po bëhet zullum ndaj këtyne. Edhe neve xhema këto hesape ti bëjmë nëse ka këtu hoxhallar që e shoh se ka prap. Letë një mësim kjo për neve. Tash, një plak në xhami, na i shkatroj nervat. Nuk e mbush safin, nuk e plotson safin, flet mbas shpine, ta bon me isharet këshut për qesh, atë ta bon, këtë ta bon. Tamam, ama ky xhamat tjetër nuk ka artë ta durohet tureshkën se ati plaku së një thush diçka, ma po këtu ta vajlim me ju, me këtë xhamat bukur to, apo bëhet zullum ndaj juve. Ju keni harxhu vakët, keni ardhur këtu, e unë tash më ka pengu dhe një gjest i dëkujt, tash cilët xhuman unë e hutben ta mbaj si revansh, si hakmarrje ndaj një personi, në fakt tu ka 500 veta. Ai ngjan një njeri të mençur të merret me këto punë. Neve kur do bëmi hoxhallar, na pengoje dëkushi, ato hesapet tek atë që i kemi, nuk do i qërojmë te vendi ku ka mbajt ders pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ktu do i harrojmë këtë ato, zaten tema dënjer shtyn, dush apo s'dush, shkojnë atje muhabetet, ama jo me abo bajat xhamatlive për çështjet tona personale. E ku mo, të flasim për kriza ekonomike, rrogat, sigurimi s'ka hec, ditë pushimi s'kom, atë se kom, këtë se kom. Të lutem tej, gjeni pun tjetër. Shko, im puno në një povalla, në një privatnik, meru vesh pi ditën e parë, shtuna djelat pushim, ku edhe i pin 9 deri në 6 puno, në 6 mshile derën, fut janë shpi. Në xhami, në dinin e Allahut nuk ka orar. Inna kefejnake el mustehziin, që neve do të mjaftojmë ty kundër këtyne që të talin, që të ngucin, që nuk lanë rahat. Elledhin e gjalune me Allah ilahen ahar, ata janë aq njerëz të poshtër që i bëjnë Allahut shirk, besojnë zotra qerë bashkë me Allahun, a kemi në mesin tonë si njerëz? Plot, xhamiat vlojnë me këta njerëz xhama. Xhamiat vlojnë, si be hoxho xhamiat vlojnë, a je merr me mendem, po vallai vlojnë, provo thuj një haxhiu ton në xhami se e la universitetin, dhe shkoj dhe bojmë hoq. A je merr me menden, do jesish pa buk. Një ditë para, pse kam blit një gof 4, një hoq, pavarësisht kushi, hoxha rabe e re, po prejnë, se gjem guce se ne shumë pare kimi, nesër mi të kurdon, gjali o të bëhet hoq, a dhe jesish pa buk. Po monafik lajko kjo, shirko kjo, të besojsh se riskun, Allahu nuk dhe ta jape, se dhe shkojsh hoq të bësh, subhanallah. Plot ka këshu xhamat. Safi parë ndoshta është plot i mbushur me këta njerëz. Tamam. Mos u mashtroni me numrat e tepërt në xhamia. Këtë va thom si vëlla musliman. Kjo nuk do të thotë shkojmë bëjmë çrregullime në xhami dhe të va prishim pleqve qetësin, se sjellja e muslimanit don respekt me më të madhin pik, djalirojsh atij safin e parë pik, ama po hynen muhabete. Minimum shirki, kufri, elfadhul kufrat në hava. Në hava. I thuish mobe se pejgamberi ka thënë, lirë far pejgamberi, në këtë vakët. Ku kjo artë atër në xhami?
Pse ke ardhur në xhami? Një hoqë që këshu në thoshte, me u hy pak ma privat muhabet, me u shtir edhe ti, irhaul inani, i thunë kësaj, qëtajresh, si aj qetëri, ama nuk dalishen të epife, kujdes, për që ati që më u shtir. Ama, helbete, fardi muhal, me ja bodën i plaku këtë në gjami tonë, me shumë përjashtime gjema, ta shkit nuk i fajti me një thes. Ama ato që të përqeshin se ki e mjekër, ato që të përqeshin se gjalliri gjilipish në gjami, për ato e kena fjallë. Me i zanë tek atë kështu, me o thanë, që kalzon be hoqave, dë vdesim, dërim gjallë nam, botën qeter, që kalzon be kësi pralla, në thujza, me i thanë, po nuk tha, majre kje, be ku edi kalzon do pralla që 30 vjetë, zdi që ka thonë gjerman. Vallahi, billahi që këtë situatë jemi tu e jetu islamin. Dhe neve, hoxalar, triqe, bahi unë nefseke, ina tu e plas veten, se unë kam shpresat e gjalli ati, nipi ati, më do bëhet hoxha efendi, a i pin shpi, 5 vakët li bojt penges, nuk të i të bëhesh hosh. Subhanallah. Nese. Wale kad na'lem u enneke yadiqu sadruke, bima yaqulun. Ilaç për neve, hoxhallarët. Allahu Teala thot, pa dyshim, me të vërtet, neve e dim sa të ngushtohet zemra ty, nga fjalët që i thujnë që këto mushrikë. Indirekt edhe neve hoxhallarëve, për neve vlen që ky ajet. Allahu e din çka na thujnë këto. Kush e di çka folin mbas shpinën për neve. Kush e di çka folin? Ki pëlepi ku paguhet, ki ato pare. E dini çka më tha Benjani, be mendojni se vaza për të madhe në tash rashën kundërshtim sikur edin hakmerem ndaj ati, ama shkollë kjo për 3 që dhe dunë bojnë hoxhallar, ose juve nesër fëmijë tuj që dhe bëjnë hoxhallar. Me qeksi njerës dhe balafaqohen. Shkova në Stambol, jo tash këtë që shkova para një javë. Moti njerë shkova, se unë vjetë 2-3 herë, duhet shkoj. Pse boxho duhet shkojsh? Po djali jem dajçet i kanë Stambol, beçeman, rrogën nuk e marr pi Stamboli, rajnë rat. Mujt një herë këtu shkoj myftini e marr rrogën, raj rat. Nëse shkova çe kështu në Stambol, kush e di gjinafi që mendon për mua. Tash e kena merak do një xhybe të reja pak më të bukura me vesh se vapo, dalish para xhamatit bukur. E ne kisha çep një palë të reja. Tash dikush i piktu më thot, "Au mashallah, hoxha sa të ngjajnë këto." Se zemrën e keni ashtu, a i më tha, mashallah, të pas kanë vesh atje. Ah, be atë vesh me unë e tajve, të marrë unë e taj një, të shka për vesh i njerëve, të ta kalzi qifin. Gjidur thush, beta, jo idiot. Ama hajde, wale kad na'lem u enneke yadiqu sadruke bima yaqulun. Gjidon të those me atë? A di gjidon të those? Unë tisha në vend tonë, dhe kisha shet vetëm për pare, dhe shkojsha dhe më veshte dhe kusht tjetër, qëka. Ama ta kominatin se te je në atë pozit, e ne je hupsh që nuk i përdorish të të mira, se te i shkosh me pare tuja veshesh. Pa qkash cekët be dhe i mendojmë hoxhallarët neve. Kush mund besot njani dhe këtë qeter ta vejshe be. Nuk e pranon be as njani këtë be. Abe ne pastrus me qenë nuk e pranon. E ku më hoxhës mu dhe kush të më thos se hes të të vejshin këtë dyqan. Hes hin garderop të shojmë, kush këtë e vejshe, i thonë. Stakfirullah. Kitë gjitham, kitë kontra atyne që tha. Kurse nuk do ndikohesh, mama, ki muhabet ka 5-6 vjetë. Tash më kujtu. Surja Anam, ajeti numër 10. Allahu Teala thot, "Wala qad", kjo është si i thushin bijes arabisht, hajde ta shohim. Bravo, Qasem. Qasem është kjo. "Wala qad", me të vërtet, pa dyshim betohem se tash ustuhzi e duhet me thanë se unë dalë. Ama kër e lezëm, kësha u hish pa ndalë, wele kadistuhzi e. Hemze i vasëll është ajo pejken kër në gjitet. Wele kadistuhzi e bi rusullin min qablik, janë talë edhe me pejgamberët qerë para teje. Do me thanë, Allahu Teala prap e ngushlon e merë me të but pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do me thanë edhe neve të thebi. E në hoxhallarët qerë janë talë, e në hoxhallarët qerë ndoshta i kanë shtyp, bile i kanë maltretu ma shumë. Shumë hoxhallar kanë vdek në për burgje, neve sot shqyqyra Allahut sistemi nuk në nguc, elhamdulillah, themi atër ja Rabi, tamam, ta japim fjallën, se me këto tjerët, dë bëjmë sabër, nuk ankohemi, tamam. Nuk e them si ankez ndaj caktimit të Allahut hasha. Po më vjen gjyna një musliman, pse ashtu, në thojza një musliman, ashtu t'i qaset fes islam. Mirë, e tash edhe ato janë talë me pejgamberët para teje, fe haqa billedhine sëkhiru minhum, ma kanu bihi yastehzi'un, dhe i ka kap ato që janë talë me pejgamberët, edhe që këto me ty që talen, i ka kap
ndëshkimi i asaj pse janë tallë me pejgamberët. Dhe kalojnë në për tefsire, e në Molla Aliul Qari tregon se 5 veta me të vërtet pejgamberin alayhis salatu vesselam shumë e kanë maltretu psikikisht. 5 veta. Dhe të 5 fundin e kanë pas katastrofë. Tamam si përmendet në këtë ajet. I pari tebbet yada Ebi Lehebin wa tab. Mixha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka maltretu psikikisht. Se kështu për ditë kanë i laf, bledhe kitë popullin kundër pejgamberit e subhanallah. Nasib, ai njëti Ebu Leheb e kish liru robneshën pse ka lind Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Do me thanë si nip e donë, që lindi nejpi. Ai nejp kur thot jon pejgamber, ka islam, ka sheriat, kundër bëhet. Do me thanë, diku edhe ndjenjat familjare nuk mjaftojnë që të dalin zot njerëzit. Populli shqiptar është ashtu. Alis, këtë nejpin e kom hoq, këtë më manguc, kojshi e kemi, dalin zot, elhamdulillah, nuk mund të ankohemi. Ebu Lehebi se në mori pjesë shkaku i një smundje që e kishte në Bedër. Mirë po, lëshoj shumë tri me pare, sent, i nëziti që të shkojnë të luftojnë në Bedër me muslimant. Kur erdhën këndej të mposhtur ato qafir dhe myshrika, aty kish hup kitë shok të më të ngusht. S'kish me këtë luje gurës në kafe. A një njësa keqo. Që këtë tonit. Kur du vdesin kitë ato qerët, mapa, e sa me dëselet me hoxën. Hoxha, pse? Se hoxha djeti i fundit pambukin edhe talkinin që dja lezoje, apo? Prap me hoxën të kjesh fund pun të ngucesh. Mos u ngucbe, mos e harov dekjen. Njeri i fundit që do të përsele nga kjo dynja nuk është as gjalli, as vlaj, as gruja, as kërkush. Hoxha, duhet ta dumbe hoxën. Nese, kur e shef kitë shokët i kanë vdek, nga sikleti i math e kap një smundje alama e rënd, smundje në gjitse, fmit e lanë në shpi nuk dun të prekin bile, përfundon i ngordhët në shpi e gjenë bas 3 dite, era përç, era qelb vjen në atë shtëpi, edhe nuk afrohen bile familjarët të prekin helbet mos muën në ato, me lopata, me sakica, pilar, që këshu ja qelin një grop, e në qashtu e tërtin në vorë. E nguce pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I dyti, Uqbe bin Ebi Muajt, një prej poetëve të arabëve mushrik, e nguste me poezi pejgamberin, hijëf i thunë kësaj, me të thumbu, me të leshu lafe me poezi, me rima, ku e digji, ku e të të lishon një laf. Si i thunë, a ka di një laf? Po, më duket ama ma shumë për repo kjo, apo. E në ma pa e mbajnë atë, a i që lëshohet në basa i zivi. E kompajnë në unë atë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam një ditë preket shumë. Dhe mallkon, thot, ja Rabbi, çoja zvar hundëm për këti qafiri. Arabët këtë fjalë e përdorin edhe për metaforë, do me thënë bone rizil, po Allahu Teala e në rizil e boni, e në qatë gjendje vdish. Luftën e Bedrit, tu hik, se ishin mo tu hup, këto kitë luftën e Bedrit u pastrun që këto qafir. Tu hik mbas, kali për njerë umbrapst, e zdroj, e në me hund ratë e posh, e në kali e shkeli, e në qaty vdish. A e në u bo rizil, e hupi luftën, e në halis me hund razhak për toke, e në qashtu vdish. Poeti madh, një kal del për haki, apo? Qa që kënë këto gjëma? Gjithaj Nemrudhi ishte Ibrahimin a.s. që nguste, një miskonj, i hinin hund, e në bo një vetë vrasje tu i ramurit me kreje. A u ka ndodhë dë njerë, se di, të t'hije miskonja në hund, nervat t'i shkatrojka. E në dush të mbejsish, a i kje qaty, se që kjo mizat, të arrujmë hundën, edhe që ashtu ka vdek, me një mis të asos punën Allahu Gjelle Gjelalu. E treta, Utbe, gjali e Ebu Lehebit. Më thamë, pejgamberi shka e ka pas? Gjalmigje. E ka ngut shumë, që ashtu njëherë pejgamberi a.s. e malkon, ja Rabbi, leta shkatrojnë këtë, kafshte e gra, ven një luan, e ha për gjalli Utben. I treti ky, i katërti Nadr ibn Harith, edhe ky, pej të mdhejve të Kureshit, ku shedi se i madh qenë ka hoxha jem që njëri ma serios më botë se i s'kom pa, kur i përmente që këto kodomanët e Kureshit, nga ta saj e thoshte në një laf, që më vajnë bare mu ta thomë këtë gjemat, jo se jo më i sjellshëm se hoxha jem, pëse del në internet,
nana, tezja, hallat mangjoje, ama kur dhe dalim inshallah, lirisht mund ta përcjelli hoxhem çfarë shprehje përdorte për këto myshrik të poshtër. Ai nuk e lite rahat pejgamberin alayhis salam. Kur e shite se dita ditës shtohen muslimanët, ç'është jo në xhamat. Me 5 veta kur mbajshim ders, kërkujt nuk i pengoj të besim. Kur nesën vën gosti varën di këndi, veç pak, pse ki e vajshin këtë për Turki. Po, e në për një hosh tjetër njëni e tha që këtë, subhanallah. Audi A4 be xhamat, kush s'ka sot gjendjet be të blija Audi A4, nuk du ta nënçmoj. Unë s'kom, ama sa është be xhamat e stekfurda, ne atë këshau pick-up, pitë më thajave, alis rabë hoxhe. Qashtu, që me ani qari në kanë zonë sa kushtu. E në qëkët nuk o gjendjeve ta shofe për hoxën hala, pika ki këtë rapë. Po nuk erdhbe me dë një avion be Audi A4, be, ca ditë mo ato be Audi A4, dimishës, pa le ca ditë mo. Le mbare, e në qëkët bile nuk o në gjendje ta toleroje hoxha, e më për atë hoxë Mercedesin, si tha, 400.000 ka përse me që e bëj një qashtë madhe. Që nadëri ka qenë miziviri keq, meret, sot shumë ka të bëj me që këto punët e rjetëve sociale. Merë kësi ngjarje nga Persia, njerëzit se lexojnë shumë Kur'an, edhe ato që s'janë musliman, bile kur lexojnë ato ajete ndikohen, tash ky si të va marrë vëmendjen muslimanëve, kanë bërë diçka kështu si teatr hesapi aty në sheshin e Mekës, me dojë lojnat vjetra të persianëve, pralla. Sot shumë interesant, tamam me që këto, apo. Bota islama a gjithë digjet për zgjalli, Palestina, neve na intereson, a Interi dë fitoje, a Barcelona, barja madhe. E hangrëm thejkën xhamat, në e bonën trikën. Fiks, si që kjo. Thonë e shojnë se e këto Kur'an, kur lexojnë, ndryshojnë, ki bëhet musliman, ai bëhet musliman. E tu thom mos e ngjo këtë se është gënjeshtar, në kjo nuk ha se njeri më i mirë se ky s'ka. Çka do bëjmë? Hajde të çesim diçka për t'i argëtuar njerëzit. Rrup tup sot që këto rrjetet sociale që ne bëjmë. Çka do bëhet halli veçëm? Nëse kur e shef se dhe kështu nuk arriti sukses, shkon kërkon ndihmë nga ulemat e jahudive. E ju thot atyne, më ndihmoni si mund t'ja në thojza mbylli gojën këtij se shumë njerëz është u i kthy në fenë vetë. Ato i thujnë, pyete që këtë pyetja. Kush janë ashabul kehfi? Sa të vesh një pejgamber mund t'a dije, se kjo kalon në Teurat. A i thot, unë s'kam shkrim lexim, nëse s'ka shkrim lexim, nuk e ka lexuar në ndonjë libër këtë. Nuk mund t'a dije. A nëse o pejgamber mund t'a dije, shef pishtaj thon, ma po të duhet bëhesh musliman. Ma pa parashtro pyetje për Dhulqarneinin, këto kalon këtë te surja Kehf. E ne parashtroja pyetjen për ruhin, për shpirtin xhio. Nëse din të t'jape xhevape për këto treja, ta dish se ai është pejgamberi vërtet. Shkon kin nadri ta pyese në mesin e njerëzve qerr, kinse ta bëjë rezil hasha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi këtë u jep xhevap si duhet, prap nuk beson. U thot, këto janë prallat e satirul awwalin, prallat e mëhershme, aty në të parëve. E Allahu Teala e në këtë, do me thënë e pronën një këto, manguce pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, luftën e Bedrit, edhe ki mundohet hike me kalin e vet, mirë po muslimant e zan këtë peng, edhe me urdhrin e pejgamberit alaihi salatu wasallam, pejgamberi urdhron, disa do i falim, disa me kusht do t'i falim, shkrim leximin t'u mësojnë fëmijëve tan, i kanë përdor me kësi kushtesh. Disa do pagujnë dëm shpërblim me pare, do një fush, do një shtëpi, ama këto që ma kanë ngucë sheriatin, këto që më kanë ofendu në fe, s'ka t'i falim. Edhe qashtu përfundon në duart e muslimane. Ki katërti, e nej pesti si kalon në për tefsire, normalisht dyshmani më i madh, Ebu Xehli. Dyshmani më i madh ai ma kollaj. Nuk mbet punat soset Bedrit tu hik dëkun ta kapin. Në Bedër, në luftë brenda. Abdullah ibn Mesudi, më i shkurti. Nuk e thom këtë për ta nënshmu. Abdullah ibn Mesudi është imami jon më i dashur. I mezhebit ton mund themi është. Ai është sahabi i madh. Allahu na bashkoft në xhennet. Mirë po, Ebu Xehli, gjithaj njeri, më i shkurti. Bile, para se të ndodhe lufta e Bedrit, tregohet në Mekë, ja Krist në shuplak Abdullah ibn Abbasit, thot, aq gomari ma gjitha dore kish, disa dit në fishloj vesh, i thot,
Abdullah ibn Mesudi. E thot, pi atej, thash, dëshefna me taj. Allahu Taala bash ati ja boni nasip me pastru që këtë dinja, me pastru fen islame nga faraoni Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Që fehaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bi yastehzi'un. Që këto që taleshin me pejgamberin, të pestit për i bret përfundun. As njënit nuk i mbet dë një vdekje kështu thuish vdiq që atë në shpej me familjarët me se. Këtë për rizillek shkun botën tjetër. Allahu i malkoft akoma ma shumë botën tjetër. Amen. Që thot Imam Mekiu, me që këto ajete, Allahu Taala e ngushëlloi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se tregohet, thuhet, el belie i dhe ammet khaffet, thuin arabët. Një bela, një sprov, kur përgjithësohet, taj njeri pak edhe paksohet dhimbja. Kur e marrë i shvesit njëtën e në ky e ka vujt, e në qetëri e ka vujt, atër ty pak dvjen një freski. Qashtu i ka thënë Allahu pejgamberit. E në pejgamberit qeri kanë ta, i kanë gusë. Njënin me miskonj, qetërin me det, shumë kolaj është, dhe njënin me zoq. Për 1 minutë Allahu Taala ta fshin rasadin, prandaj edhe këto 5 qerët. Shif, a përmenden sot diçka? Vdiqën. Shkun, edhe atë për i bret, nëse dhe përmenden. Mirë. Ka edhe disa ajete të ngjashëm me këto. Po ashtu Allahu Taala thot: "Wasbir li hukmi rabbik", që bëj sabër në gjykimin e Zotit tënd, fa innaka bi a'yunina, sepse ti je pran vëzhgimit ton, pran ndihmës ton, pran me përthy bukfalish i vajnë syve ton, mirë po, pran mbrojtjes ton, neve të shofim ty, thot Qadiyadi, bihajthu nerake, që ti aty ku neve të shofim, wa nehfedhuke, dhe ty të mbrojim. Tash vazhdon tema, prap me do ajete tjera, mirë po, edhe për gdhelse, po edhe pak për t'ja ngrit vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Taala thot, Surja Ali Imran, ajeti 81, wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, kujtoja atë vakët kur Allahu Taala ja mori premtimin pejgamberve. Lema atejtukum min kitabin wa hikme, thumme jaikum rasulun musaddiqun lima ma'akum, le tu'minunne bihi, wa le tensurunne. Allahu Taala të regon në këtë ajet se nga gjithë pejgamberët, të regojnë edhe ulemat, që nga Ademi a.s. e të gjithë pejgamberët tjerë që këtë premtim u ka marrë. Ty ta jap një qitap, ose që të bëj pejgamber, mirë po ta marrë një premtim se duhet ta njohish pejgamberin e fundit, i cili është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe helbete po jetove në vaktin e atij, duhet të marr premtim se ti do t'i ndihmosh atij dhe do t'i besosh. Këtë pejgamberët, dakord, sigurisht që e kanë dhënë këtë fjalë dhe kanë pas obligim ummeteve të vet me ja përshkruajt pejgamberin e fundit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse kanë ditë disa se Ali s'ka gjasa ta mbrimë atë, të bëjnë vazifen e vet, atë borxhin që e kanë. Ummeteve të veta ja kanë përshkruar këtë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Që Hazreti Aliu radiallahu anhu ka thënë, Allahu Taala sa herë që ka dërgu pejgamber, qysh nga Ademi a.s. e të tjerët, pe këtëve ka marrë premtimin në lidhje me Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çfarë premtimi ka marrë? Nëse e mbrish gjallë vaktin e atij, do t'i besojsh atij e ne do t'i ndihmojsh atij. Prandaj Hazreti Musa ka thënë, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, të ishte gjallë sot Hazreti Musa bile e ka obligim të më ndjekë mua në sheriat, të më thënë të ndjekë fenë time. Prandaj, një kohë, hoxhallarët pak e din, u përhap një ideologji, po shpejt, elhamdulillah, Allahu e shujti atë fitne, musliman dhe hoxhallarë të mdhej fillun të thuajnë këtë, se edhe jahudit, edhe krishterët do të hynë në xhennet, edhe nëse nuk i besojnë pejgamberit të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ja me që këto ajete, edhe me që ato hadithe, sigurisht që kjo ide bie në ujë, madje edhe bie në kufër, Allahu Taala na e rujt imanin. Mirë. Prap ka një ajet shumë i gjatë, është në lidhje me qatë. Ne nga pejgamberët e kemi marrë të premtim, nga pejgamberët u e minke në veçanti pejteje, edhe pse është i fundit,
Këtë ajet përmendet i pari Muhammedi a.s. ma pa filon Allahu t'i numroje. Wa Nuhin, nga Hazreti Nuhi e kina marat premtim. Wa Ibrahime, wa Musa, wa Isa ibn Maryam, wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Për këtë këtyne pejgamberve kemi marrë një premtim shumë të madh. Ku është vlera e madhe në këtë ajet? Se me kohë, kronologjikisht edhe pse vije i fundit Hazreti Muhammedi s.a.s. këtë ajet përmendet i pari. Hazreti Omeri radiallahu anhu një dit e sheh pejgamberin a.s. duke qarë. Qitab kalon kjo. Dhe i thot, bi ebi ente ve ummi, në qofshin fal prindërit e mi, do me thanë, ty të dua ma shumë se nane ime dhe se baba im, ja Rasulallah. Pse je duke qarë? Pse mërzitesh? Ve lekat belega min fadiletike inda Allah, en ba'atheke akhira al-enbiya. Të mjafton ty si vlerë që ta ka dhënë Allahu, se të ka dërgu i fundit si pejgamber, wa dhekerake fi ewelihim, ama të ka përmend si i pari pejgamber, që wa idh e khadhna minen nebijine, kujtojo Muhammed sallallahu alaihi wasallam atë vakët kur ne i morëm premtimet nga pejgamberët, wa minke në veçanti pejteje, e ma pa i numron pejgamberët qerë. Vazhdon Hazreti Omeri, bjebi ente wa ummi, ja Rasulallah, ty të dua ma shumë se baba im dhe nëna ime, ja Rasulallah. Pavarësisht ka më thuajnë ata, unë edhe ndjeki sunnetin tënd, ja Rasulallah. E ne me më thanë se atë kanë lanë ment, unë ty do të ndjeki, ja Rasulallah. Në këtë vakët, mua be gjali në nëse unë ta du ty të mirën, dë jesish pa martum. Ska lidhja, nëse duhet dë jesim pa martum. A nuk dë jetë një rejnë i ratë? Nuk dë jetë një rejnë i ratë? Prap ma shumë ka familje që dun vajzat e vetat që japin një njeri fetar. Prap dominojnë këto në shoqnin tonë. Rajrat, nuk dhe jesish beqar. Rajrat. As pa pun nuk dëmbesish, as pa shoqni nuk dëmbesish. Me që këto 3-4 pika, pa buk dhe jesish, valla si u bom hoxalar, më falë shprej, veç hoxha, mashallah, ama alam duke pëse s'ka një zyrtarish në basife, provo nëjse, bas 3 muje shifemi, ne hoxalarë qenë hoxha, mashallah, mirë janë, shif një derset e pare në shtej, si ndryshon, punë e hoxha lekit. Po, vazhdon Hazreti Omeri, thëmë qofshin falë, me nanë e me babë për ty, ja Rasulallah, neve këtë lafë kur dhe e thujmë, kur dhe këndojmë ilahije, në klapa mos këndojni, ama, kur dhe këndojni, duhet pak me adhan hakin të në fjalve. E sham lafi ma thësht thysh, unë e vdes për ty, ja Rasulallah. Shumë të dua ty, ja Rasulallah, duhet me adhan hakin aty në lafeve. E duhet me u mundu. Ha, po e në me këndu, nuk krej si qameti, jani. Neve tash, si thoshte hoxha em, dhe flasim islamin ma, që ti motivojmë talebet, të miren me ato. Se shumë kolaj ma pe i vajnë nefësit. Vallaj ma kolaj o 2 strofa ti mësush përmendësh, se sa kitë që këtë qitab ta shfletojsh, ta gjesh një mesele. Që parës më panë do shok. Një mesele mu desh ta gjej. Afer 6-7 libra i qela. Të merë 1 sahat. 1 sahat merë duhet ta gjesh një resht, o gjemat, një resht. Gjika në thanë ulemat për që këta jetë. Kjo shumë ma vështirë se sa ti mësush një 2 strofa përmendesh. E tash ty Allah ta ka bon nasib talebe lajkin. Tej mundohu që këtë maksimumin të mbrojsh. Gjenë kjo nuk o maksimum. Qfar shembu ish kina pa në Istanbul, të regojnë për një hoqë, është hala gjallë, ka harru se e ka gruën aty. Ditë e natë me libra. Ditë e natë me libra. Hynë zomë fjetës me libra, shkon kuzhinë me libra, në salon me libra, te kompjuteri shkruj për këthe libra, vend punat, shtrihet, edhe gjumin nuk e banaj me telefona si neve. Po e bon si hoxha efendi, 3-4 qitape aty se për nesër duhet dersin ta përgatise, po edhe mes pa ders, non stop, bëhet smundja jo, bëheshin varët. Haron se e ka gruen këtu, mendon se e ka do një regal kësho. E let librin në balin e grues. O gjemat, ku ish tema be? Sa që lava këndi jetë sa cilat tema qile, se e stakfirullah. Do me thanë, duhet maksimum me kapat. E pa keq kuptime, mo preket dhe kush i tash, helbet, e ka qiv dhe një ilahije këndon sent, neve të regojmë atë maksimumin. Mirë.
Laqad balagha min fadilatika indahu, e dim se ke vlerë të madhe te Allahu xhelle xhelaluhu. Pse? En ehlen nari yawadun an yakunu ata'uka, do dëshirojnë banorët e xhenemit, thënë do vajtojnë, sikur ta kishim dëgjuat pejgamber, kur dhe shohin dënimin. Ato do thunë që kështu. Surja Ahzab, ajeti 66. Ajeti 66, estağfirullah, bismillah. Ja lejtena ta'na Allahe wa ta'na Rasula. Sikur ta kishim gjukët Allah, do me thënë Allahun xhelle xhelalu, dhe ta kishim gjukët pejgamber. Jo me ndëgju, po me ju bind, apo itaat me i bo. Sikur ti kishim bo itaat Allahut dhe ti kishim bo itaat pejgamberi. Do me thënë Hazreti Omeri bile, Allahu dë njerë dhe shokët më të ngusht i përdor, që pak ngushlohesh, të përgdhelin, të dhënë habe hoxha se majeri e vazhdo që këshau, Allah i që përbleft, po valla juve me prezencën tuj që këtu, veç hoxalarët mund të më kuptojnë, çka do të thot ti vesh hoxhës në ders. Do është ta në fillim, se ina jeshil, mund pak, ta ndajmë vitin diçka. Mas një vakti, Allahu Taala ta jep një maturi, një pjekje, subhanallah, dhejnë, ta çmon atë që e flasish në emën të fesë. Kjo nuk përshkruhet me asgjë tjetër s'paguhet. Allahu ju shpërbleft, ta dini se i mbajni gjallë hoxhallarët që kështu. Hiç, as me rok, as me parë, as me çeta audijat parës që i përmendëm, nuk mund ta mbajsh gjallë një hoxh se sa që kështu që vish në mezhlis. Ose kur i thush hoxhës, hoxhë e kom gjun dersin tënd e ne bona atë njëtën praktike. Ama inshallah e ke bo dënjon që kanë pi qitapeve, jo kësi shtosa, shtama. Ose kur më thot dëkush i hoxhë e kom një kushrej kana i stfale namaz tuti njau derset. O xhemat, së ne përshkruja qef. Së ne përshkruja qef. Tezja jem u mblau thot tuti njau derset taj. Elhamdulillah, gjika prejt një në 60, aman, trauku ma e shikir. Elhamdulillah, unë gjë bona sebe. Aman, a dini çfarë gëzimi o xhemat? S'përshkruhet me parë. Allahu ju shpërbleft, Allahu kit mërat vadasht. Ajo është zemra ju e pastër, çka kërkon lidhje me fen islame, Allah i vaboft nasib që ato ti përjetojni. Qatadia thot, pejgamberi a.s. ka thënë, me këtë hadith edhe mund të mbarojmë dersin, pejgamberi a.s. ka thënë, kuntu ewwel al-anbiya, jam pejgamberi i parë fil khalqi, në krijuar, në krijim, në aspektin shpirtnor, wa akhirahum fil ba'th, dhe i fundit jam si pejgamber i dërguar. Prandaj, në këtë ajet që e përmendëm, i pari përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma pa pejgamberët tjerë. Allahu Taala thot me këtë ajet dhe mbarojmë, tilke rusulu, që këto janë pejgamberët që t'i përmendim në Kur'an, faddalna ba'dahum ala ba'd, disa i kemi e përsuar mbi tjerët, këtë pejgamberëve u besojmë. Nga sharti i imanit e kemi me i besu pejgamber. Krejt i duam, elhamdulillah, deri në vdekje. Mirë po, vlerësimin e bën Allah. Disave Allah u ka dhanë ma shumë vlerë se tjerët, varësisht nga sheriati, varësisht nga puna që e ka bë, e kështu me radhë. Që, minhum, men kellem Allah, disave për pejgamberve Allah u ka fol, Hazreti Musa, wa rafa ba'dahum darajat, ndërsa disave Allah u ka ngrit derexhet shumë, dhe ulemat kanë thënë, këtu Allahu Teala i referohet pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është pejgamberi vetëm që u dërgua për mbar njerëzimin. Ai është pejgamberi vetëm që u bë halal plaçka e luftës, dhe ai është pejgamberi vetëm që ka nxjerr me mira mucize, dhe nuk ka asnjë pejgamber tjetër që i ka arritur këto vlera që i ka Hazreti Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa dietar kanë thënë nga vlera e pejgamberit alayhi salatu wasalam është, nëse dush më shkurt me kuptu, se Allahu Taala pejgamberëve tjerë u drejtohet me emna, ndërsa pejgamberi ton i thot ja ejuhen nebi, o ti nebi, ose ja ejuhen rasul, o ti dërguar, o rasul. Tamam. Allahu Taala na ka bën nga ummeti i këtij pejgamberi të dashur. Hatri atij edhe neve tash kemi shumë privilegje, shumë përfitime. Allah i na bëv nasib këtë ato ti përjetojmë, e më e rëndësishme është para disa derseve shefaatin e atij me arrit. Allahu Taala na e bëft nasib, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha, shifemi avën tjetër. Bismillah.